Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Thom ka njëherë vetës tam se kënë do ta kem sot, me kënë do të flas dhe si do të shkon biseda e bukur. Inspirimi më motivon shumë me njerëz të botës të artit, me njerëz që me një punim të vogël dalin në rrugë, njerëz dhe vlerësojnë, edhe I thonë, mos u ndalo, vazhdo, puno. Edhe aja është. Stilistja jon, Leila Troci, e hapi javën e modës në Paris. Në atë runway, me 20 ca fustana, njerëzit u manitën. Puna e sajna, punimet e tona shqiptare tradicionale që ka vendu s'ka një pjesë të grepit, por nuk është vetëm pjesa e grepit. Aty kanë hyrë edhe shumë elemente, kanë hyrë shumë gjëra të bukura që me të vërtet ajo punimi grepit edhe është po një model, një fustan, një gjë që me të vërtet më shumë të më ka habitur dhe më ka manitur e tëra e punuar me grep, po në fund ka vel një kapel tonën shqiptare me Shqiponjan. Pra është kënaqësi ta shikojmë insertit.
Përshëndetje Lejda, me të vërtet është një kënaqësi e madhe që sot me punën tënde, me angazhimet e tua u nis spontanisht dhe ti i bëre 2 sfilada në Paris edhe në Itali. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje Noli, ndjehem e lumtur dhe e nderuar që ndodhem në ekranin tënd. Ana sjell thash me të vërtet që të flasish me një stiliste, me një person që ka një pasion shumë herët, e ka ruajtur edhe ka fshehur për këtë ditën e sotit që ti jesh personaliteti që me të vërtet që ja e bomba, bum, të bësh edhe ja ku ja ke dalë. Lera do të kthej pak mbrapa me të vërtet. Sfilada e Italis ishte në ndër sfiladat, me qenë se para disa dite e kam dhënë insertin, ne kemi zhvilluar intervistën para një vitit, sot një vit, edhe prapë po e zhvillojmë bisedën, po kthehemi pak në Itali, nëse ka mundësi, na tregosh pak. Sfilatat kanë filluar para disa vitesh, si sfilata këtu në Florida, në West Palm Beach, gjithashtu dhe sfilata në New Yorkun madhështor, which ishte eksperiencë mjaft e bukur. Gjithashtu sfilata në Milano, e organizuar nga një tjetër shqiptare, dhe më së fundi sfilata e Parisit, në një vend mjaft e bukur, mjaft elegant, me shumë histori. Ishte një kënaqësi për mua, është gjithmonë kënaqësi për stilistët të shohi linjën e vet, të shohi të gjithë këto dizenjot e veta në runway. Por, let's say, New Yorku ishte diçka shumë e bukur, ishte hera parë, emocionet e para, dhe pastaj Milano ndjesh një çik më e kënaqur me vetveten, pasi e ke provuar herë tjetër. Ndërsa Parisi kishte diçka mjaft domethënëse për mua, pas një viti mjaft të vështirë. Arrita që të bëj diçka, të nxjerr diçka, dhe gjithashtu doja që aty të nxjerrja çfarë është e rëndësishme për mua, për kombin tim, të tregoja pak nga vi, cilat janë rrënjët e mia, edhe pse kemi jetuar kaq shumë vite jashtë adheut tonë. Por prap ne themi jemi shqiptar, prap kemi atë dëshirën që të tregojmë kudo që fluturojmë nëpër botë, kemi dëshirën të tregojmë nga cilat vende vim, nga cilat male vim. Pam dhe suksesin tënd dhe po flasim tash pas Italisë. Si e morët vendimin dhe si u përcaktuat dhe si thatë se qatë të bësh edhe ti prezentosh këto fustanët e bukura në një e dyta. Atë angazhimin e bukur që e ke bërë, do më thënë, fillojmë nga photoshooti, përgatitjet, angazhimet, sa ka qenë e lodhshme për ty që ti aranjosh këto gjëra, ti bësh këto gjëra. Na trego të lutem. Vendimi që u mor këtë vit ishte një vendim mjaft i rëndësishëm. Nuk ishte vetëm thjesht për sfilat, ishte një vendim për jetën. Duke qenë se po kaloja një moment mjaft të vështirë, u përballa që kam një vit e gjysmë pothuajse që jam përballur me kancerin e gjoksit dhe do të filloja operacionet dhe kimot. Më duhej diçka që të më mbante me atë shpresën e duhur, të më mbante me pozitivitetin, të më jepte forcë, dhe përveç se familjes time, gjëja tjetër që më jep forcë është tradita, është kultura jonë. Jemi njerëz intelektual, jemi njerëz të fortë, jemi njerëz me shumë kulturë, jemi njerëz me shumë histori. Dhe doja që të shtrëngohesha fort në këto rrënjë të tonat.
Dhe vendimi që u mor ishte një vendim mjaft i rëndësishëm për mua, ishte një vendim që jo vetëm unë, por edhe familja ime diskutonte shumë herë, sepse do të ishte një punë e jashtëzakonshme, një punë shumë e lodhshme, jo thjesht si dizenjatore, por një punë e lodhshme sepse unë isha në kimo, po bëja kimoterapin. Dhe të merresh me punime arti, me punime të bukura në një moment që me veten tënde mendon do jetosh apo nuk do jetosh, është diçka e madhe. Dhe të gjitha këto punime, të gjitha këto vendime më dhan forcën, sepse sa herë që unë isha poshtë, isha e ulur, isha demoralizuar, isha e lodhur, isha në dhimbje, thoja, ua, do marr pjesë në Paris, dua të marr pjesë me këto gjëra shqiptare. Dhe më dha një shtytje, më dha një kurajo mjaft të madhe. Prandaj pjesëmarrja në Paris ishte nga më vendimtarët, ishte me shumë domethënie për mua dhe për familjen time. Krahas çdo ditë që kalonte, krahas kohës që kalonte, sepse duhet jesh brenda kohës së duhur për të bërë gjitha punimet. Njerëzit më të afërt, bashkëshorti, vajzat, dhe gjithmonë thoshin, po a do ta bësh dot? Mos u lodh. Dhe kjo më jepte forcë më tepër. Që më jepte kurajo më tepër. Si gra që japim jetë, ashtu doja dhe unë që t'jepja jetë diçka e të bukur. Unë do të thoja diçka do të ndaj për vetës, me qenë se në kara në ardhen, me qëndru bashk, mi bërë disa gjëra bashk. I kam thënë vetës, kam qenë dhe njëherë në i lumëtur, kam thënë po, por kësaj radhe dhe t'jem njeriu më i lumëturi në botë, kur pash gjërat e bukur aty dhe si thuhet një fjalë popullore, të gjitha i kishim në dispozicion, edhe vetëm puno, edhe pjesa artistike aty u zhvillonte, edhe besoj që në atë kuptimin ja kemi dalën, edhe ju ja keni dalën, edhe thash për herë të parë kur e pash një video në Paris kur u shfaq në një dhe dyta një fotografi që është bërë edhe bukur që është shfaq atje, ato fustanët e bukur, aq u ndjeva mirë edhe thash vetës, thash, o Zot, çka jemi ka bërë? Çka është ka bërë këto? Edhe kjo është me të vërtet, po ndihem shumë mirë që te nuk po ndalon, ti po e vazhdon. Do edhe dhja si ka qenë ai organizimi atje në Paris. Keni pas edhe disa suportime, keni pas disa vizitor, më duket, ambasadat, si ka qenën? Duke shumë nga shoqëria ime e afërt, duke ditur se çfarë po kaloja, më dha një suport jashtëzakonshëm. Kisha shoqe që erdhën familjarisht nga New Yorku, erdhën direkt në Paris për të më ndihmuar. Gjithashtu organizata shqiptare Albanian Excellence nga Tirana, përfaqësuese e saj Flora Nikola, gjithashtu erdhi në Paris për të më dhënë ndihmën e saj për të më suportuar. Gjithashtu ambasadat, personel nga ambasada shqiptare në Paris, ambasadori shqiptar në Paris, erdhi bashkë me të ftuarit për të më suportuar. Dhe edhe pas shfaqjes, faktikisht sepse isha mjaft e lodhur, ata arritën të organizonin në një kohë mjaft të shkurtër, arritën të organizonin një mbrëmje shumë të këndshme në qendrën shqiptare, në shtëpinë e shqiptarëve në Paris. Një qendër ku shumë figura të tjera të njohura janë pritur nga ambasadat shqiptare e Parisit, nga personeli i ambasadave shqiptare të Parisit dhe nga organizata të tjera shqiptare për aktivitete të ndryshme. Unë ndjeva mjaft e emocionuar dhe falenderoj të gjithë shoqërinë, falenderoj presidenten e Albania Excellence, Flora Nikola, për
organizimin që bën, gjithashtu falenderoj ambasadorin shqiptar në Paris për mbështetjen kryesore që i dan Albania's Excellence për të gjetur vendin, për të organizuar një kohë kaq të shkurtër dhe për nderin që më dhanë duke qenë përfaqësues në këtë shfaqje. Unë dua të veçoja për zonjën Flora Nikola edhe motrën e saj Zana, me qenë se kam qenë personi që kam bashkëpunuar me to në vitet e 2016, jenë ndër personalitetet që nuk ndalen kur, edhe ata janë persona që janë suportues të mirë të kombit tonë shqiptar, kështu që shkon një falënderim i veçantë për to. Edhe si u mirë pritet nga ana franceze. Keni pasur njerëz, kemi pa aty në sfilat, njerëz të ndryshëm, që asnjëri nuk ka hezituar të fotografoje me telefon. Çfarë komplimente keni marrë prej tyre? Komplimentet ishin të shumta, dhe shumë njerëz, shumë nga komplimentet ishin nga veshjet ishin diçka unike. Do me thënë ka shumë veshje të bukura, shumë veshje artistike në runway, por këto kishin diçka të veçantë që nuk shihej në për veshjet e tjera. Punën e dorës. Shumë veta pyesnin për punën e plisit, të kapeles, apo të shqiponjës që ishte atje, apo të kombinimit të ngjyrave të kuqen me të zezën, që janë pjesë e flamurit shqiptar. Dhe shumë nga këto u bën edhe pas shfaqjes, shumë të ftuar arrinin të përgëzonin dhe gjithashtu shumë të ftuar arrinin të bënin pyetje që ku ka gjetur, ku ka qenë motivimi, si keni arritur të sillni këto qëndisje, këto gjëra në fustanet tuaja. Dhe aty detyrimisht, më thënë, bëhej tërë shpjegimi që është tradita jonë shqiptare, këto janë punët e dorës që vajzat shqiptare, nënat shqiptare, gjyshet shqiptare i kanë përdorur gjithnjë. Janë trashëguar brez pas brezi, është një trashëgimi e rrallë, një trashëgimi që unë nuk dua të humbas, dhe një trashëgimi që dua ta përcjell tek vajza ime. Sa është e lodhshmëria jote që të bëhet një fustan? Ta përgatitesh një fustan? Sa kohë të merr? Varet, varet nga fustani, varet nga modeli, varet nga gjendja shpirtërore, nga gjendja fizike. Për këto fustane unë nuk mund të përcaktoj një kohë, pasi ato janë bërë në momentet e mia të lira midis trajtimeve mjekësore. Por ka fustane që mund të marrin 1 muaj, ka fustane që mund të marrin 2 muaj, ka fustane që merr më pak. Kështu që e çdo gjë varet nga modeli i fustanit, nga puna, nga impenjimi. Dhe këtë vit ka qenë një impenjim shumë i madh për mua, sepse në njëjtën kohë që isha nëpër mjekime, nëpër spitale, nëpër mjek të ndryshëm dhe kudo që gjeja pak kohë ose kisha mundësi të arrija të merrja frymë, si për thënë, nga dhimbjet apo nga çdo gjë që po kaloja në moment, a ishte momenti që unë punoja. Dhe nuk mund, domethënë, këto fustane nuk mund t'i krahasoj me kohë, sepse faktikisht nuk ishin fustane që unë, siç i bëj në përgjithësi, të ulem dhe të organizoj kohën dhe them, ky fustan më merr kaq kohë. Këto fustane ishin fustane shprese për mua. Këto fustane ishin fustane kurajo, guximi, dhe unë nuk mund të krahasoja kohën që kam harxuar. Ishin thjesht me mua në çdo moment, kur ngrija kokën nga një mjekim apo isha në spital duke marrë kimoterapin, atëherë kisha pak punën e grepit në dorë. Kur ishin ditët që unë nuk mundesha fizikisht, dhe ishin të lëna në çantën time aty afër meje. Domethënë, nuk mund të krahasoj punën për këtë vit, sepse siç po them, çdo model është ndoshta mund të duket shumë i thjeshtë, gjithsekush ka syun e vet për artin, por çdo model ka një histori për mua. Çdo model
ka qenë pjesë e rrugëtimit tim në përshërimin e cancerit. Që është diçka ndryshe. Kjo është një gjë që vjen një gjë nga një moment, ose nga një e kaluar, si them një sëmundje e kaluar, po unë do të them tani, edhe do të betohem, që ti nuk do të kesh kohë të mirësh me sëmundjet më, por do të kem probleme të mëdha tani për tani. Pse? Duhet ta them se besoj gjatë atyre sfilatave të bukura në dy vendet më të bukura të botës, që janë Parisi dhe Italia, aty njerëzit kanë parë, aty njerëzit janë motivu, aty njerëzit janë inspiru, por edhe gjë tjetër, që ata njerëz tash i kanë me fillu edhe me kërku. E kështu që Leila nuk ka kohë, ma të thot unë nuk po mundem, ose ato do të kalojnë krejt, por ne do të shikojmë rrugtimin ton, t'juajen në të ardhmen, që të bëjmë edhe gjëra më të bukura, që këto zonjat, me të vërtet, këto fustanat që po shifen këto, janë diçka të veçanta. Ju po e shifni edhe vetë sot, në ditën e sotit, është pjesa artistike, pjesa si të them nëse dalin në art, kultur, gjithmonë po zgjerohet, edhe është mirë një prezentuse, ose një këngëtare, ose një person që është i veçantë, ta ketë këtë veshjen e bukur, unike, se kuptohet se kjo vesh nuk mund të vishet për det, kjo vishet për një gjë të bukur, një person që shikon tër bota. Apo kupton? Ose ka zonja që kanë dasma të bukura dhe kanë qef të duken elegante, pse mos ta bojnë atë veshjen e bukur. Unë i kam pa, të gjitha fustanat i kam pa. Ti nuk mund ta thesh, ta thuash se ja kjo është e bukur, jo kjo e shikon si cila tjetrën që e shikon, është vetëm se ma e bukur se e tjera. Tash, ka arë momenti, Leila, planet edhe programet në vijim, që atë të bajnë, kam qef besa nëse ka mundësi në të ardhme me bërë në ndonjë lojë shpërbluse, edhe pse jo mos me fituar njerëzit, pse mos t'i kenë këto gjërat e bukur e këto mrekullit, se unë thash, veti kam kap me dorë, edhe e ti se farë materiali janë, edhe çfarë përkushtimi ke botin ato gjëra, me sa di. Unë kam pasur disa kërkesa, do të thënë nga koha e Parisit, megjithatë jam mëse e gatshme për të bërë edhe aktivitete të ndryshme. Faktikisht me datë 15 tetor, sapo dham disa veshje për një konferencë tjetër që u bë këtu për kancerin e gjoksit. Unë njihesha me mjekën kryesore që organizoi këtë konferencë dhe ajo kërkoi për disa nga gratë që ishin pacientet e saj. Do me thënë, gjithmonë kam, ashtu siç më kanë dhënë mua ndihmën spirituale, por tepër shoqëria, do doja dhe unë të jepja ndihmën time, kontributin tim në shoqëri. Kështu që jam mos e hapur për të organizuar disa aktivitete dhe ashtu siç kemi folur dhe bashk, kemi disa mendima që jam e sigurt do të zgjerohen dhe do të arrijnë ndoshta në përfundimin e dur, kur edhe për mua qëllimi kryesor është jo vetëm përgatitja e fustaneve, por edhe domethënë mënyra se çdo grua duhet të ndihet e bukur, duhet të ndihet elegante, duhet të ndihet e fortë, duhet të ndihet të tregoj vetveten e saj, dhe në të njëjtën kohë të kemi mundësinë, edhe ne si organizues të këtyre programeve, të kemi mundësinë të ndihmojmë më tepër shoqërinë. Nuk është çdo gjë për lekun. Duhet puna, duhet kurajo, duhet bukuria, gjithashtu duhet edhe ndihma shoqërisë, t'i japim dorën njëri tjetrit. Do të them edhe një gjë, me qenë se më çdo herë kontaktet edhe gjithmonë jam me njerëz të botës të artit, me njerëz me emra të mëdhej botror, por kuptohet se të njerëz e mëdhej, si që janë Dua Lipa, Bebe Rexha edhe shumë tjerë që kanë emra të mëdhej. Jam shumë kureshtar që kur të shohin këtë punim, kur të shohin këtë gjë veçantë unik,
nuk e besoj që do ta anashkalojnë. Do të thonë se kjo është që na posedon neve që ne të dalim nesër në skenën botërore, të tregoj që kush jam, se shumë herë kur bëhet një performim këngëve në për botë, gjithmonë artistët tona shqiptare e ngrejnë dorën, e tregojnë me një flamur, po nesër pas nesër pse mos ju hynë në vesh ose në syrin e tyre ta shikojnë edhe këtë punimin gjigant. E ne jemi këtu, se zonja Lejda, unë të njoh dhe shpirtin e juaj, ju jeni një zonjë veçantë që përkushtoni edhe keni dëshirë që sa do qoftë njerëz me emrat botëror shqiptar që janë, pse mos ta kanë? Pse? Nuk është të thënë që ta thirrim Leda, Leda më duhet kjo. Jo, Leda e ka për detyrë ta ekspozon një gjë të bukur që ka bërë me shpirt, që ka punuar me dorë, edhe rrëfimi juaj në këto momente që ke kaluar një sfidë, aty ka qenë ajo edhe dhimbta jote që e ke shndruar në grep ose në ndonjë formë të krijimit të një fustanit. Ajo ka një vlerë shumë të madhe se e ke bërë edhe me dhimbt, si thot një fjalë popullore, edhe ja ke dalën. Edhe kështu që dhimbtat kanë kalu tash janë plane tjera, janë projekte tjera, edhe besoj që do të jem edhe kënaqësi dhe do t'i ftoj të gjithë shqiptarët to që janë komunitetet tona shqiptare, që me të vërtetë kur ta ndëgjojnë këtë emision, sa do qoftë me kontaktu Lejdën edhe me bërë një gjë më të bukur, si tha edhe Lejda, që dua unë për kombin tim, për shqiptarët e mi, për pa marrë parasysh njerëzit si kanë kaluar një të kaluar, që sa do qoftë të kenë një gjë të bukur pranë vete. Kjo është gjë më e bukur. Po, Lejda? Gjithashtu Noli, unë do të doja të bëja ftesë, të ftoja në marsën prill, për organizojmë një tjetër fashion show këtu në Florida. Kështu që patjetër doja t'ju ftoja pranishëm. Lejda, Lejda do me tregu pak bashkëpunimi si ka qenë me një fotograf që e ke marrë. Sa bukur ka bëj punëtore, ka po bukur atë punën e mira, ka bërë punën e mira, jo. Isha mjaft e lumtur, mjaft e kënaqur që arritet të vish dhe të bësh të gjitha fotografitë, më thëmë përpara shfaqjes, përpara show, the fashion show. Dhe gjithashtu me gjithse këtë radhë dua të ftoj jo vetëm si fotograf, por dua të ftoj si mik, si të jesh prezent në suksesin tim të ardhshëm. Lejda, të flasim me ty, ndoshta më duhet edhe një kohë shumë e gjatë. Kështu që unë me të vërtet të uroj suksese pa fond, edhe si që thash, do të mundohemi, sidomos edhe në përmes qendrës tonë Vatrës, e në përmes disa edhe shoqatave tona shqiptare që janë, të bisedojmë pse mos të vish, pse mos ta prezantosh, edhe është një gjë e bukur se çdo herë në këto evente t'ja si tani që po vjen 28 nëntori, po performohen, po prezantohen garderoba, teshat, po këto gjëra që i bën ti, këto janë shumë unike janë këto. Këto janë një gjë që me syrin tim e kam pa dhe po i shoh edhe kam prek. Kështu, Lejda, për fond, çfarë do të na thush? Të falenderoj për ftesën në studion tënde, ke qenë gjithmonë dhe je gjithmonë një mik, të konsideroj si mik. Do të dëshiroja të kisha gjithmonë pranë gjithë shfaqjeve që organizoj, pasi edhe ju jeni një burim kurajo, jeni një burim force. Dhe shpresoj që Noli TV të arrit të prek shumë shqiptar, të ketë sa më shumë members, sa më shumë vetë që e ndjekin, sepse si që thamë në fillim, duhet jemi të rrethuar nga njerëz të mirë, nga njerëz të aftë, nga njerëz që jo vetëm japin shoqërisë me artin e tyre, me zgjuarsinë e tyre, me kulturën e tyre, por janë edhe në atë gjëni që mund të ndihmojnë njëri tjetrin. Jemi
jashtë atë dheu tonë, jemi jashtë trevave tona dhe duhet patjetër të japim dorë njëri tjetrit, sepse jemi gjithë shqiptarë. Leda, të falinderit shumë, edhe besoj që kemi më pa në Mars, edhe besoj që do të vim me ideja të ndryshme në emisionin tonë dhe kam thonë edhe jam për këtë punë që për suportimin e shqiptarëve tonë, për suportimin e bashkëdhetarëve tonë, për suportimin e njerëzve që kanë dëshirë të promovojnë diçka, të tregojnë talentin e tyre ose një rrugtim të tyre suksesit, është dera ime dhe kënaqësia ime më e madhe. Besoj që edhe duhet t'i falenderoj edhe institucionet e tona që më kanë dhënë mundësinë që nëpërmes këtij kanalit sa të qoftë më zgjerojnë edhe të shohin njerëzit më shumë. Leda, mirëmbëjtje dhe falenderit shumë. Faleminderit për ftesën, ditën e mirë. Pra të nderuar shikues dhe dëgjues ku do që jeni, kënaqësia jone dhe ajo gjëja më e bukur që e bojmë për shqiptarët tonë është që ja prezenca e një artistës të vjen me punën e saj që me të vërtet është një gjë të rëqetësh, si thuhet të rëqetët trupi, kur ndëgjon kësi gjërat e bukura, por në fond japin gjërat më të bukur për popullin tonë shqiptar. Mos harroni të na ndjekni në kanalin 39 në TV Alb, kurse në Nimi TV në kanalin 249, se kam menduar që ka 250, po jo, e kanë hjekë edhe një numër se po dojnë me më qua dhe më lërë, 249, më thanë e ke mirë, thash, okej, faleminderit, pra, mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës.